Jam kthyer një ditë me makinën plot me rroba dhe thash po lëshohem. All in. Po all in. Po iko vëlla më thoshi mua, e mësuar gjithë me telefon, unë dua të dëgjoj zërin e klientit. Për të bërë sukses në botën e startupeve ka vetëm një rrugë. Pandemia ishte një mur gjigant për të kaluar. Çfarë do bënim? S'kishim më lek, çdo gjë shkoi në zero. Si jeni përballur me hyrjen e disa konkurrentës? Kur erdhi ky konkurrenti huaj, ka qenë një nga ata që ka dashur të na blej. Është një brand shqiptar. Ku do quaj sekreti i suksesit? Ne kemi shpik një teknologji të jashtëzakonshme që kemi babun at work. Do kishe bërë një të ngjë? Më mirë bëj diçka kot se sa ri kot, them unë.